Ardi Çelibylli është kryetari i ri i Partisë Demokratike të Shkodrës. Në përmbylljet procesit të numërimit të votave, ai doli fitues me 1083 vota përkundrejt 687 votave që mori rivali i tij në këtë garë, Gentian Ibro. Nga 7.100 antarë me të drejtë vote morën pjesë në proces 1770, duke dhënë fitoren Çelibyllit me 396 vota e përsi. Duke falenderuar të gjithë demokratët për mbështetjen e dhënë, kryeri i kësaj force politike foli për bashkim dhe përgatitje për proceset zgjedhore dhe betejat që i presin në vijim. Pikës pari falenderoj tonë antarë që morën pjesë në votimin e sotëm, që jellonën edhe ditës sot me një motiv më shumë për Partinë Demokratike. Falenderoj edhe kandidatin që kisha përballë, i cili është i mik i imi, dhe punën na nesër mbrapa do ta bëjmë tonë bashkë. Mesazhi është vetëm bashkim dhe vetëm bashkim. Pa nesër do vazhdojmë punën me gjithë jena gjithë bashkë. Sot këtu marrë gara. Falenderoj edhe gjithë antarët që morën pjesë edhe herë. Dhe do fillojmë punën një sa më parë për organizimin e strukturave. Dora e jam me drejtë shtrime për çdo antar të Partisë Demokratike, për çdo antar i cili ka kontribuar në vite, për të ri, për çdo njeri që ka drejt që dën me qoftë edhe një orë dën me kontribuar në Partinë Demokratike. Zgjedhjet për kreun e ri të Selis Blu në Shkodër ndoqën nga afër prej drejtuesit politik Luciano Boçi, si dhe të deleguarve të Selis Shëndrore që vlerësuan procesin.